Një raport hetimor rreth korrupsionit gjyqësor shkaktoi protesta në Rumani, duke tronditur një koalicion qeveritar që tashmë ishte nën kritika për bllokimin e reformave. Rreth 700 gjyqtarë dhe prokuror rumun nënshkruan një letër të hapur në mediat sociale, duke u ankuar për mos funksionim të thellë dhe sistematik në sistemin e drejtësisë. Mira njerëz dolën në rrugët e kryeqytetit të vendit, Bukuresht, dhe qyteteve të tjera të dielën për të mbështetur gjyqtarët dhe prokurorët që denonconin abuzimet sistematike. Presidenti Nikus Ordan u përgjigj duke njoftuar se do të zhvillonte konsultime me anëtarët e gjyqësorit më 22 dhjetor, duke thënë se kur ka kaq shumë magjistrat që ankohen për një problem integriteti në sistemin e drejtësisë, gjërat janë shumë serioze. Letra erdhi pasi media e pavarur Recorder transmetoi një dokumentar javën e kaluar që pretendonte se kryetarët e gjykatave, të cilët mbështeten politikisht, përdorin boshllëqe ligjore për praktika jo etike, duke përfshirë lirime të dyshimta, dhe se gjyqtarët ose prokurorët që ankohen shpesh përballen me masa disiplinore. Gjyqtarët e organit mbikëqyrës gjyqësor të Rumanisë thanë se dokumentari ishte një përpjekje për të destabilizuar sistemin e drejtësisë. Rreth 10.000 njerëz marshuan në Bukuresht vonë të dielën, duke brohoritur drejtësi, jo korrupsion, ne ju shohim, dhe pavarësi, jo bindje. Mira protestues u mblodhen gjithashtu në qytete të tjera në të gjithë Rumaninë. Brukseli e mbajti sistemin e drejtësisë të Rumanisë nën monitorim të veçantë, pasi ajo u bashkua me Bashkimin Evropian në vitin 2007, por pasi kjo u hoq në vitin 2023, ritmi i hetimeve kundër korrupsionit u ngadalsua dhe gjyqësori ka dhënë disa lirime nga akuzat ndaj zyrtarëve të lartë që kanë ngritur shqetësime se lufta kundër korrupsionit është zbehur.